Një zbulim i madh nga Spaku ka qarkulluar sot në media. Hajdari i Spakut lajmëron Hajdarin e KQZ-s se Hajdari i Bashkisë Kuçov pas ka qenë i dënuar. Çfarë zbulimi gjigant që kanë bërë hajdarat që paguan nga taksat e shqiptarëve nga 40, 50, 100.000 euro në vit secili. Hajdari i Spakut, pasi e përdori Hajdarin e Bashkisë Kuçov për t'i dhënë votat një hajdari tjetër deputet të listës së hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Beratit, që të dilte më i votuari, lajmëron pas 3 vitesh Hajdarin e KQZ-s që Hajdari i Bashkisë nuk na hyn më në punë, se në zgjedhjet e radhës do gjejmë një hajdar tjetër që të na shërbej. Dhe çfarë koincidence që të 3 hajdarët janë nga i njëjti shark, ndërsa 2 hajdarët, ai i Spakut dhe i KQZ-s, janë pothuajse nga i njëjti fshat. Hajdari i Spakut nga Potomi dhe Hajdari i KQZ-s nga Therepeli i Vëndreshës, mor skrapar, sa unitet kanë hajdarët e tu me njëri tjetrin, sidomos kur bëhet fjalë për pazare hajdarash. Bile edhe hajdari i qeverisë i respekton kaq shumë hajdarat e skraparit, sa nga gjithë aplikantët në të 61 bashkitë për paketën e maleve, vetëm Potomi e ka fituar statusin e paketës së maleve dhe besoj se ky vendim i hajdarëve të qeverisë ishte në shenjë respekti për vendlindjen e hajdarit të Spakut. Së shpejti pritet të fitojë këtë status edhe Vëndresha, si vendlindja e hajdarit të KQZ-s, që të mos prishet aleanca e hajdarëve të pushtetit. Besoj se deri nga shtatori, Spaku do të zbulojë që edhe një hajdar tjetër, ish kryetar Bashkia i Beratit, që këto 2 vite është bërë si koordinator i hajdarëve të qarkut, ka një kallëzim penal nga KLSH, qysh në korrik të vitit 2024, por që mbahet në sirtar nga hajdarët e Spakut, se koha ka treguar që dashuria mes hajdarëve nuk zgjat më shumë se 2-3 vjet. Pastaj i tregojnë hajdari njëri tjetrit. Për çudi, përveç zotit Lefter Malishi, asnjë nga hajdarët, deputetët e opozitës, nuk flet për këtë aleancë hajdarësh të pushtetit që qelb era hale në çdo cep të çdo institucioni që drejtohen dhe janë kapur prej fyti nga hajdarët ordiner që fatkeqësisht mbështesin njëri tjetrin. Jetojmë kohë hajdarësh.